E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të sjellur pranë jush momentet më të bukura që banorët e Big Brotherit bashkarisht mbrëm kanë kaluar në festën e organizuar nga televizioni Top Channel. Natën e mbrëmshme kanë festuar në after party në ambientet e Top Channelit ku kanë qenë prezent shumica e banorëve të cilët janë argëtuar dhe kanë kaluar çaste shumë të bukura. Kënga Tunde moj Selinë Tunde është kënga e cila tashmë është kthyer në hitin më të fuqishëm të vitit të 2026. Në krah të Kristit, në krah të Gimbos, Selina ishte mbrëm duke festuar dhe duke u argëtuar në këtë fest të organizuar nga produksioni i Big Brotherit dhe televizionit të Top Channel. Do me thënë, gjatë kohës kur unë flas, ju do të shihni edhe sekuencat e bukura që këto kanë kaluar mbrëm në këto ambiente. Ajo që në fakt më bën pak, si të them, e bën këtë momentin e veçantë është fakti sepse edhe në festën e organizuar, do me thënë energjia e Selinës është e jashtëzakonshme, edhe në festën e organizuar nga televizioni Top Channel të gjithë banorët, të gjithë të pranishmit e kanë mendjen tek Selinë. Do me thënë Selinë brenda vetes së saj ka një aurë të veçantë, ka një lloj energji të tërheqjes që të gjithë njerëzit në atë moment i bën për vete. Dhe kjo në fakt është e vetmja gjë që Selinën e nxjerr fituese. Edhe në natën e mbrëmshme, energjia e Selinës ka qenë në kulminacion, pa marrë parasysh që ka qenë shumë pak me gjumë, pa marrë parasysh që ditën e djeshme as nuk hëngrën gjë, as nuk patën darkë brenda asaj shtëpie, por kjo gjë e bëri Selinën të jetë e veçantë dhe të jetë unike në stilin e vet. Banorët kanë vallëzuar dhe janë kënaqur deri në orët e para të mëngjesit, ku më pas Selina është parë së bashku me Gimbon, do me thënë non stop shoqëruar me Gimbon ka qenë, duke kaluar në një klub tjetër në Tiranë ku ka qenë Ono, vllau i saj DJ. Po ashtu Selina është mirëpritur në mënyrë të jashtëzakonshme nga Ono me fishek zjarre dhe me shumë dashuri. Do të thënë Selina mbrëm ka marrë një dashuri shumë të bukur dhe publiku e ka mbështetur, i ka dhuruar emocion, e ka duar trokitur dhe uroj me zemër që në fakt Selina të merr atë që ajo ndron, që familjen e saj ta ribashkon dhe ta kthej babain e saj nga ai rrugtim i vështirë ku ai ka shkuar vetëm e vetëm për të siguruar të ardhme dhe për të paguar borxhet të cilat i ka kjo familje. Dhe së dyti, marrëdhënia e saj me Gimbon, e shikoni dhe nëpër video, e keni parë dhe mbrëm, Selina dhe Gimbo janë jashtëzakonisht apo harmonikisht janë bukur të lumtur fillimisht, uroj që kështu t'ju zgjat kjo dashuri, uroj që kështu t'ju zgjat kjo njohje, ky moment dhe të argëtohen e të kënaqen me njëri tjetrin ashtu siç në fakt e meritojnë. Janë dy të rinj me shumë botë të përbashkët, me shumë ëndra të përbashkëta dhe me një mision të vetëm, të jetoj dhe të luftoj dashuria. Ne do takohemi në videon e radhës, ju vazhdoni të na bëni subscribe për të marrë të rejat më të fundit rreth showbizit.